në krye të herës, nëse ju mendoni se mund të bani pak mirë dhe të afroheni sa të keni mundësi që disa prej vëllezërve të zajnë vend në mesin tonë, do të ishte një vepër shumë e mirë. Kështu që ngushtoni pak sa edhe llogaritën si një sadaka për xhamin edhe për njëri tjetrin. Edhe 10 vet, 15 vet me ul është shumë më mirë se sa elhamdulillah. Në këto kushte që jemi, sot jemi detyruar që ta falim Bajramin në për xhamia. E përndryshe ne e kemi ba traditë që Bajramin ta falim ashtu sikur se është edhe tradita e pejgamberit alayhi salatu wasalam në sheshet tona. Mirë po, për kushte që jemi, do të ngushtohemi. Allahu ju shpërbleft. Shumë të dashtun dhe të shtrejtë vëllezër dhe motra të pranishëm, duke menduar se cili është mesazhi më i rëndësishëm që duhet me fol sot përpara zotënisë tuaj, u nala në një prej ajeteve të hatmës sherife në surën At-Tauba, ku Allahu i madhruar na tërheq vëmendjen drejt 9 lloje njerëzish, të cilëve u ka premtuar një myshë shumë të madhe në ditën e gjykimit. E pasi të bijem salavat për mi pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe të qetësohen zemrat tona me salavatin për zotnin e bijve të Ademit, patjetër që duhet lexojmë këtë ajet kuranor, që është ajeti 112 i surës At-Tauba, sura e pendimit, në cilën Allahu azza wa jall urdhon dhe thot: "At-taibuna, al-abiduna, al-hamiduna, as-saihuna, ar-raki'una, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar, wal-hafidhuna li hududillah wa bashiril mu'minin." Në këtë ajet të mëndshëm Allahu azza wa jall të dashur dhe shtrejt ju rini në veçanti i drejtohet gjithë secilit prej nesh. Dhe më duket sikur ky është ajeti i djemve dhe vajzave të reja, i djemve të ri të cilët drejtohen me zemrën e tyre drejt Allahut azza wa jall, dhe i drejtohen atij subhanahu wa taala për të dëshmuar për kushtimin e zemrës e për kushtimin e shpirtit, si për të thënë gjithë secili prej nesh e i riu në veçanti që Zoti im unë lash pas krahëve çdo gjë për të cilën ti nuk je razi dhe ja ku janë përpara durëve tuaja. Urdhon dhe thot se të penduarit, adhuruesit, falenderuesit, ata që binë në ruku dhe ata që binë në sejdë, ata që urdhërojnë për të mirë dhe ata që ndalojnë të keqen, dhe ata që janë korrekt me kufit e Allahut në jetën e tyre të përditshme, do të kenë një shpërblim shumë të madh. Atyre jepi myrje të madhe nga Zoti i gjithësisë. Dhe hajde të ndalemi paksa në këto cilësi, me të cilat Allahu azza wa jall na përkufizon besimtarët në surën e pendimit. Mendoni për pak, sikur gjithë secili për nesh ta pyes veten e tij se sa hise kam unë në gjithë secilin prej këtyre përkufizimeve, për këtyre cilësive hyjnore, me të cilat Zoti i gjithësisë na tërheq vëmendjen. Kjo është një ftesë për ta pyet veten dhe për të pasur sa vlem në peshorën e Kur'anit familjartë. A jemi ne prej adhuruesve? A jemi ne prej të penduarve? A jemi ne prej falenderuesve? Prej agjëruesve? Ose thuaj medituesve si pas komenteve të ndryshme të fjalës as-saihun? A jemi ne prej atyre që bëjnë ruku e prej atyre që bëjnë sejdë? A jemi ne prej urdhëruesve për të mirë e prej atyre që e ndalojnë të keqen? A jemi ne prej njerëzve korrekt me kufit e Allahut azza wa jall në jetën e përditshme? Ky ajet të dashurit e mi është patjetër një njësi madhe se për besimin e gjithë secilit prej nesh.
është si të thush qëllim drejt një rrugë për cilën Allahu Azza wa Jall është razi me gjithë secilin prej nesh. Grupi i parë të penduarit. Dhe thash sikur ky ajet është ajeti i djemve dhe vajzave të reja. Sa djem të ri dhe vajza të reja gjatë muajit të mëndueshëm të Ramazanit që sapo kaloi, janë kthy nga dera e Zotit të tyne. Janë kthy me pendim të sinqertë. Dhe kur themi pendim do të thotë një vijë ndarëse ndërmjet dy botëve të ndryshme. Kur themi tobe, do të thotë një vijë ndarëse ndërmjet dy kohrave të ndryshme, dy realiteteve të ndryshme. Dhe me thanë një person i cili nuk ka lanë gjapa ba. Dhe një moment të caktuar Allahu Azza wa Jall ja ndriçon mendjen dhe zemrën e tij, ose thuaj, në një moment të caktuar ai bie në gjurmë të kësaj drite hynore, e cila gjithsesi është përpara syve të gjithkujt. Dhe nuk i mohohet askujt. Mirë po, ka sy që shohin e ka sy që nuk shohin. Ka vesh që dëgjojnë e ka vesh që nuk dëgjojnë. Ka njerëz që vegjetojnë thjesht mbi faqen e dheut e ka të gjallë. Ka prej atyre që mendojnë dhe reflektojnë e ka prej atyre që nuk e përdorin mendjen e tyre. E ata të cilët ndahen nga e kaluara e tyre e errët dhe kthehen nga drita e pendimit, në fakt po i dëshmojnë Allahut Azza wa Jall për kushtimin e zemrës dhe dëshirën për të shkuar pas dritës së Allahut Azza wa Jall, i cili urdhëron dhe thotë për të penduarit në Kur'anin famëlart që Allahu yuhibbu at-tawwabin, Allahu i do të penduarit. A ka diçka më të madhe për djalin e ri dhe vajzën e re, atë cili ndo në mesin tonë, që është ngarkuar me gjunahet e të shkuarës dhe është në dilemë, a më pranon Zoti mua, nuk më pranon Zoti mua? Gjithë secili prej nesh të dashurit e mi gabon, e gjithë secili prej nesh ka gjunahet e tij të përditshme, sepse jemi gabimtar. Allahu Azza wa Jall thot në hadithin qudsi: "Ya ibadi, o robët e mi, innakum tuqti'una bil-lejli wan-nahar." O robët e mi, ju gaboni ditën dhe natën. Që mos thoj dikush që unë nuk gaboj, e unë nuk bëj gjunahe, edhe unë i pari që flas. Mush me gjunahe jam. Por Allah Azza wa Jall thot: "Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an." Dhe unë i fali të gjitha gjunahet. Në klapa thuaj përfshi shirkun, e përfshi krejt gjunahet të mëdha. E sa të shkoj ty ndërmend prej gjunaheve, krejt i falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Më kërkoni falje mua, që unë t'ju falë gjunahet tuaja. Dikush më thot, kam ba këtë dhe nuk kam lanë gjapa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ka pranu edhe nga ma të liqë se sa ajo çfarë ti mendon. Allah subhanahu wa ta'ala ka pranu edhe gjunahçar ma të mëdhenj se sa ajo çfarë ti mund të përfiturosh. Prandaj eja dhe trokit në derën e pendimit, sepse Allahu i do ata që kërkojnë falje. Në muajin e mëndueshëm të Ramazanit i pam xhamit tona të mbushura me djem të ri dhe vajza të reja. E kujtoj një prej viteve në haxh, një djalë i ri nga një prej qyteteve tona. Ishim me ihram dhe e kishte lidh krahun me një fashë të bardhë. Edhe unë mendova se mos është qallë, se mos ka kriju mos ka një problem. I thash, "Herë ke një problem se jo tha, por kam një tatuazh të madh dhe më vjen marrë që më pa dikush." Allah. Unë qesha. Edhe i thash, "Allahu ta pranoft toben vëlla." Ani, pa dyshim që tatuazhet e të ngjashme janë haram dhe janë të ndaluara tek ne në Islam. Mirë, po kur njeriu pendohet dhe kthehet, e harrohet gjithçka, edhe shumëzohet me zero. Kështu të dashurit e mi, të gjithë ne jemi të ftuar në Kur'anin famëlar dhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam që të vijmë nga drita e Zotit, sepse për herë ka shpresë dhe mëshira e Allahut është më e madhe se sa gjunahet tona. Asnjëri mos ja lejoj shejtanit a vezveseve të mbrëmshme që ta gënjejnë dhe të mendoj se unë jam në një pozitë që Zoti nuk më fal kurrë. Jo, ti thuaj unë jam në një pozitë që Allahu Azza wa Jall ma ka hap derën dhe më ka thënë ti vetëm hajde.
Unë jam në një pozitë që Allahu Azza wa Jall më thotë, ti me gjithë gjunahet tuaja veç hajde, dhe unë ti kthej edhe gjunahet tuaja në shpërblime për ty, veç ti pëndohu me sinqeritet. Dhe ju e dini hadithin e personit që kishte vranë 99 persona, dhe koha ndoshta nuk na lejon që të zgjatim më tepër në këtë pikë. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Allahu Azza wa Jall thotë në Kur'anin famëlar: "Wa inni laghaffarun liman tab." Unë jam ai që më së shumti i fal ata që pendohen dhe kthehen. Allahu Azza wa Jall thotë në Kur'anin famëlar: "Inna Allaha tawwabun rahim." Allahu është falës, pra e pendon faljen dhe është mëshirues. Po thot dikush, po kanë kalu kohë, ka kalu vite, po nuk jam fal, po nuk kam ninu, po nuk e kam vu kryt një herë në sejdë, deri në gargaren e fundit, deri në frymën e fundit ka shpresë për gjithë secilin. Prandaj, nëse ti e ndjen veten tënde se drita e besimit ka hyrë këtu brenda zemrës, mos ngurro dhe eja dhe vend kryt në sejdë dhe mos pyet për asnjëri në botë. Akoma sot ka njerëz që të thonë, nuk shkoj në xhami, se e kam zemrën e pastër, se e kam zemrën e madhe, ai dhe zemra e tij. Por dikush tjetër të thotë, nuk shkoj në xhami, se atje janë njerëz që nuk kanë lanë xha pa ba. Allah, Allah, tamam. Jemi të gjithë njerëz që nuk kemi lanë xha pa ba. Dhe kemi ardhur në xhami me i kërku falje Allahut Azza wa Jall, dhe do të dalim nga xhamia si ditën që na ka lind nana. Meseleja nuk ka mesmejet dhe dikuj tjetër që më paragjykon, që eshja është mesmejet dhe mes Allahu subhanahu wa ta'ala. Dikush do thotë, nuk shkoj në xhami sa atje ka shku filani dhe filani, që ka kenë kështu dhe ashtu. Dakor, në xhami është edhe filani që ka bë këtë dhe atë, por ai që e kalon atë pragdere, në fakt i dëshmon Allahut Azza wa Jall dhe gjithë secilit prej të pranishmëve pendimin e tij me sinqeritet, dhe ai që kthehet tek Allahu Azza wa Jall me sinqeritet të plot është i barabartë me të gjithë. Është i pastër, si ditën që e ka lind nana e tij. Et-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ose siç transmetohet në trashëgimin tonë islame, ai që pendohet është si ai që nuk ka asnjë gjuna. Meseleja mbyllet. Grupi i dytë, siç e përmend Allahu subhanahu wa taala, është adhurimi. Pas pendimit, adhurimi. Pa tjetër që Allah Azza wa Jall në ka kriju për të adhuruate. Dy gjana kemi thënë. E para në ka kriju për të adhuru, e dyta ai nuk ka nevojë për adhurimin tonë. Këto janë dy gjana të ndryshme. Mirë po, për të jetuar me dinjitet dhe afër Zotit ton, pa tjetër që njeriu duhet të jetë në adhurim. Dhe kur themi adhurim, mos mendoj dikush prej nesh se bëhet fjalë vetëm për adhurimet rituale. Pra namazi, zekati, haxhi, agjërimi i Ramazanit, këto janë shtyllat kryesore të fesë dhe janë shtyllat kryesore të adhurimit. Mirë po, janë aty adhurimet shoqërore, ndërvepruese, si amaneti, sinqeriteti, korrektësia me oraret, rujtja e besës, ndershmëria, komunikimi i pastër me njëri tjetrin. Të gjitha këto janë adhurime, që do të thotë se Islami është sistem dhe metodologji e detajuar jetët të dashurit e mi, që nis nga dhoma e gjumit dhe përfundon tek marrëdhëniet ndërkombëtare, që vijon me marrëdhëniet tregtare dhe deri tek komunikimi i përditshëm, i vazhdueshëm me krejt popujt e botës. Ky është sistem hyjnor. Kjo është fjala e Allahut. Kjo është feja e Allahut Azza wa Jall, që ka ardhur për t'i dhënë zgjidhje çdo situate në jetën e njeriu. Që ja kalon, dhe thuj nuk ka nevojë për krahasime, por le ta bëjmë një krahasim, që ja kalon të gjitha sistemeve njerëzore të mbledhura së bashku gjatë gjithë historisë së njerëzimit. Sa herë janë ndryshuar ligje dhe sisteme në këtë botë? Sa herë qeveri që kanë pasur qeveri të tjera kanë hedhur poshtë e ligje, e kanë ndryshuar kushtetuta në parlamentet të ndryshme të botës? Sa herë janë ndryshuar dhe janë ndryshuar ligje dhe urdhëresa të ndryshme në një vend në një tjetër? Dorsa Kurani dhe Islami është ai që ka qenë që ditën e parë. Nuk ka krahasim ndërmjet hyjnores dhe njerëzores. Ne jemi krejt njerëz dhe gabojmë. Ai që kapet pas njerëzores dhe lën hyjnoren do të thotë se ka dështuar në këtë botë në tjetrën.
ai që mbështetet tek hyjnorja për ndërtu të sotmen dhe të ardhmen, do të thotë se është mbështet për një mbështetëse të fortë e cila nuk bie asnjëherë. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, kemi nevojë që pas pendimit të kthehemi nga Zoti ynë me adhurim të sinqertë. E pas adhurimit, e pas pendimit në krye të herës, pasi të shohësh bukuritë e adhurimit dhe shpërblimet e mëdha të dashtuna motra, e të dashtuna nana, e të shtrenjta bija, e ju baballar dhe djemë të pranishëm e zotnit e mi, kur të shohim të gjitha këto mirësi të mëdha të adhurimit ton, pa tjetër që duhet me kenë falenderus në Allahut Azza wa Jell. Është në cilësinë e besimtarit me kenë falenderues. Allahu Azza wa Jell urdhon në Kur'anin famëlar: "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse jeni falenderues, unë patjetër do t'ju ashtoj begatit e mia. Edhe shihi pastaj djemë të ri të cilët më thonë: "Subhanallah, që nga momenti që kam nis namazin, që nga momenti që kam nis agjërimin e Ramazanit, a kam shku për një umre, Allah Azza wa Jell më ka hap dyrë të rizkut." Po sepse Allahu Azza wa Jell nuk ka nevojë për mua dhe për ju, mirë po Allahu Azza wa Jell e man premtimin e tij. Dhe falenderuesi, adhuruesi, i penduari do të ketë mirësi pa fund të cilat e befasojnë, sa që dikush thotë: "Jam i paaftë të baj ballë punës me të cilën më ka begatuar Allahu Azza wa Jell." E kam një mik shumë të shtrenjtë këtu në Shkodër, i cili ishte në dilemë për të kryer umrën e parë apo jo. Dhe thoshte që kam punë hoj, edhe puna shumë e madhe, pa me undalu nga puna me ikin klientët, ose mund të krijojnë probleme, edhe ne po merrnim dhe po jepnim me zotnin e tij, derisa Allah subhanahu wa taala ja ndriçoi mendjen dhe vendosi që të bajnë umre bashkë me të dashunit e tij. Pastaj u kthye nga umreja. Edhe sot e kësaj dite vazhdon dhe më thotë: "Nga ai moment i parë dhe nga ajo umre që e kam bërë me zemër dhe me shpirt, nuk i bëj ballë punës." Kam bereqet pa fund. Allah subhanahu wa taala më ka hap dyrët e bereqetit, dhe kjo ndodh me krejt njerëzit e sinqertë. Ne do të provohemi në këtë botë, do të provohemi në këtë jetë, se jeta nuk është vetëm ditë të gëzueshme, se jeta nuk është vetëm ditë të mira, por premtimi i Allahut Azza wa Jell është hak. Pendimi i sinqert, adhurimi sistematik, falënderimi i Allahut Azza wa Jell shkojnë së bashku të dashtun dhe të shtrenjtë. Pastaj pika e katërt, es-saihun. Dietarët e parë të shejkujve të kaluam dhe mufesirët e njohur e kanë përkthy këtë fjalë si agjëruesit. Pra Allah subhanahu wa taala e ka veçuar agjërimin në mesin e krejt adhurimeve për ta vendosur në këtë kategori cilësish që përkufizojnë besimtarin. Mirë po ka dhe një detaj tjetër që e gjeta në një prej tefsireve të njoftuna të ehli sunnetit, që thotë se es-saih në gjuhën arabe është ai njeriu i cili le familjen e tij, le punën e tij, le vendlindjen e tij dhe del për një shëtitje, del për një punë, largohet, udhëton. Pastaj thotë edhe ata të cilët në vendlindjen e tyre, në vendin e tyre, largohen me mendimin e tyre, pra fillojnë edhe meditojnë për mirësitë dhe bekimet e Allahut subhanahu wa taala, hyjnë në kategorinë e këtyre njerëzve. Dhe thotë mendo për pak, medito për pak, sa mirësi dhe mrekullime të cilat Allah subhanahu wa taala ka begatuar jetën tënde. Për shembull, mendoni për dy gjana, për lopën edhe për bustin e diktatorit. Për shembull, ose thuj lopa edhe tiranët. Lopa, e cila është një fabrik e heshtur, e cila prodhon një ndër mirësi të madhe më dha që i shërbejnë racës njerëzore, i qumështin. Nga çfarë? Nga të ushqyerit me bar. Allah. Krejt bota, krejt historia e njerëzimit, me umledh dhe me e ba një gjatë të tillë janë të paaftë. Dhe çuditërisht, në ato vende ku prodhohen me qindra lloje të djathit, nga qumshti i lopës, gjen njerëz ateist dhe njerëz që thotë ne jemi laike. La hawla wala quwwata illa billah. Argumentet që të ftojnë drejt besimit janë si
dita e pastër me rreze ndryshuese, do i thotë jam ateist. E çuditshme. E çuditshme. Është ai grupi për të cilët thash në fillim, i kanë syt por nuk shikojnë, e kanë mendjen por nuk meditojnë. Dhe e dyta, pas lopës, busti i diktatorit. Mendoni për pak. Sa buste dhe sa shtatore janë hedhë vetëm në këtë qytet, e në këtë vend. E sa buste e shtatore do të vazhdojnë të hidhen në këtë tokë e në këtë vend, edhe në Breznik që pasojnë. Sa herojnë të sotmës, nesër do të cilësohen si kriminal lufte. Sa prej njerëzve me të cilët mburret sot njerëzimi, nesër do të konsiderohen si katilët ma barbarë të historisë e njerëzimit, dhe kthejnë kokën nga Gaza. A mendoni se Allahu subhanahu wa taala nuk i sheh zullumçarët? A mendoni se Allahu subhanahu wa taala është i paditur për veprimin e katilëve, e barbarëve, e taborës të keqes absolute, që përpiqet me përhap të keqen me sa ka mundësi sot në përbot, në emër të paqes, në emër të lirisë, në emër të vlerave, e qytetërimit, e civilizimeve. Ku është shtatorja e Nemrudit? Ku është shtatorja abuset e faraonit? Ku janë shtatorët dhe buset e Neronit? Po të këtij dhe atij, ku është shtatorja e Stalinit? Ku janë bustet e diktatorit të vendit tonë, Azlamit? Ku janë shtatorët e atyre që shkatërruan dhe prishën dhe mbodhen të keqen me faqen e Zeut? A nuk mendoni të dashurit e mi? A nuk mendon raca njerëzore? Ajo që po ndodh në Gaza sot i ka zgju njerëzit e lirë të marë globit për të kuptuar se këto sisteme barbare janë në të vërtet një e keqe e madhe prej së cilës duhet pastruar njerëzimi. Allahu subhanahu wa taala na dëshmoi se vetëm për një muaj të vetëm më falni, vetëm në muajin e mallnueshëm të Ramazanit mundet që krejt problemet e njerëzimit të shuhen dhe njeriu të gjejë paqen e mbrëmshme me Zotin e gjithësisë, e dashninë e mirëkuptimin me njëri tjetrin, kudo që të jemi, e sado që të jemi. E pat në muajin e mallnueshëm të Ramazanit, përveç në ato vende ku njerëzit e pa fe dhe pa dinjitet njerëzor, katilët e horizonteve që historikisht kanë thyer besën, që historikisht janë dëshmuesi të pabesë, ata që prishën armëpushimin dhe u prishën muajin e shenjtë agjëruesve në Gaza, që dogjen për së gjalli me qindra mijëra njerëz, agjërues, që lanë nana pa fëmijë, e lanë fëmijë pa nana dhe baballar, që dogjen dhe vranë dhe përcullun të njomen e të thatën, ata të cilët nuk kanë shenjtëri, përveç atyre krejt njerëzit ishin në rrugë të Zotit. Sepse përballja mes të keqes dhe të mirës është pjesë e natyrshmërisë së racës njerëzore. E këto që i shohim na ftojnë drejt meditimit për të kuptuar se Allahu Azza wa Jall nuk e lën zullumin për të vazhduar të dashurit e mi. Ky zullum nuk e ka jetën e gjatë. E këto zullume dhe këto barbarizma dhe ky terrorizëm i vërtet nuk e ka jetën e gjatë. Allahu Azza wa Jall sheh gjithë shka. Allahu Azza wa Jall, si shka vepru me faraon, e me Nemrud, e me katil të historisë të shkuar, është i plot fuqishëm për të bërë dhe për të sojin e tyre në ditë të sotme. Prandaj njeriu duhet me meditu, e duhet me u kthy nga Zoti i tij me pendim të sinqert, me adhurim të sinqert, me falënderim zemre, dhe i bindun se Allahu subhanahu wa taala është me njerëzit e pastër, me njerëzit e ndershëm, me besimtarët, me ata që duan të mirën mbi faqen e Zeut, e me ata të cilët nuk gjynjëzohen përpara askujt përveç Allahut Azza wa Jall. Hipokrizia është refuzuar tek ne në Islam.
Ignoranca është e refuzuar tek ne në Islam. Të bamunit palë me të keqen është e refuzuar tek ne në Islam, edhe nëse të japin krejt botën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam është pika jo në referimit. Pasha Allahu në agjaim, po të vendosnin diellin në krahun tim të djathtë, e hanën në krahun tim të majt, për të heqë dorë nga kjo rrugë, nuk heq dorë prej saj deri kur Zoti më jap jetë. Ky është qëndrimi i besimtarit, e ky është qëndrimi i muslimanit, njeri me dinjitet, e njeri me parime, e njeri i cili nuk e shet ujin e fytyrës dhe fenë e tij për asgjë dhe askënd në botë. E kuptoi kush e kuptoi, e refuzoi kush e refuzoi, i pëlqeu kujt i pëlqeu, e nuk i pëlqeu kujt nuk i pëlqeu. Vazhdon Allahu subhanahu wa taala dhe na përmend ar-raki'un as-sajidun, dy detaje. Ata që bien në ruku dhe ata që bien në sejdë. Do t'i pyet të thu, po pse nuk ka përmend ata që qëndrojnë në kam, el-qaimun. A nuk qëndrojmë në kam ne kur e falim namazin fillimisht? Pse rukun edhe sejdën? Se ka shumë njerëz të dashur të mi që qëndrojnë në kam edhe për gjërat e tjera të cilat nuk kanë vlerë. A nuk ka shumë në mesin e njerëzve që mund të rrinë në kam edhe 1 orë e gjysmë, 2 orë, edhe në shi, për të pa ekipin e zemrës, ma e pakta. Tu sha, tu përti, tu gri, tu kacafy, tu ikzani, edhe për shë, për asgja. Sa përshënoja nesër ditën e gjykimit, 2 orë të humuna. Nështë edhe namazi i humun. Nështë edhe dita e Ramazanit e prishun. Ama e pakta, dita e Ramazanit e ciflosun. Pasi në vend që të jesh në një vend ku duhet të jesh, je në një vend që nuk ka lidhje fare as me Ramazanin, as me namazin, as me... Ka shumë njerëz që qëndrojnë në kam. Ka edhe për atyre që qëndrojnë në kam për të ruajtur harame. E për të fituar halalin për haram. La haula wala quwwata illa billah. Mirë po, ka përmend rukun edhe sejdën. Edhe gjeta një detaj shumë interesant në tefsirin e doktor Nabulsit, hoxhës tonë Damasken. Çfarë thot? Thotë ka përmend rukun edhe sejdën dhe sjell një hadith të transmetuar nga Imam Ahmedi që thot likulli suratin hadhuha min ar-ruku'i was-sujud. Çdo sure ka hisen e saj në rukun edhe në sejdën. Edhe thot kështu: në momentin që ti thu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pra ty të adhurojmë dhe prej teje ndihmë kërkojmë. Ti e lexon këtë në Fatiha çdo ditë dhe pastaj lexon një sure mrapa. Për shembull, wa anfiqu mimma razaqakumullah, dhe shpenzoni prej asaj që ju ka furnizuar te Allahu. Thot kur bie në ruku thu, Zoti im, unë do të jap prej asaj që ti më ke dhënë. Dhe kur shkon në sejdë ti thu, Allahu më furnizon me rizq halal që të jap prej asaj që më ke dhënë. La ilaha illallah. Çdo sure ka hisen e saj në ruku dhe në sejdë. Allahu azza wa jall na fton që edhe kur të bim në ruku të mendojmë për çfarë kemi lexuar. Edhe kur të shkojmë në sejdë ti përgjigjemi për atë që kemi lexuar në ato pjesë sa do të vogla nga pjesët e Kuranit famlar. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Vazhdon të thotë Allahu subhanahu wa taala edhe urdhëruesit për të mirë dhe ndaluesit e të keqes. Dhe ne e kemi thënë këtë se në Islam ky është sistemi jete. Ne ftojmë drejt të mirës, ne këshillohemi për të mirën, e këshillojmë njëri tjetrin për të mirën. Ne përpiqemi që të keqen që e shohim në realitetet e përditshme ta ndryshojmë. Ne përpiqemi që vështirësitë me të cilat përballemi ti përballojmë e të urdhrojmë të gjitha drejt të mirës, e të parandalojmë të keqen, sepse jemi shoqëri vlerash. E nëse e prishim këtë rend, në fakt kemi prish shumë dhe kemi hyrë në hak të asaj me cilën Allahu azza wa jall na ka udhëzuar për të jetuar me dinjitet në këtë botë. A kemi kurajën për të ndryshuar të keqen në familjet tona? A kemi kurajën për të urdhëruar për të mirë brenda familjeve tona? Në shoqënitë tona sa do të ngushta? Ky është sistemi i jetës tek ne. Dhe për fund, Allahu subhanahu wa taala thot wal hafizuna li hududillah. Ata të cilët janë korrekt me kufit e Allahut azza wa jall. Çfarë do të thotë? Kufit e Allahut janë haramet. Mos u afro tek haramet. Mos I shkel kufit e Allahut azza wa jall.
se do t'jetë keq për ty. Mos i shkel kufijtë e Allahut. E keni pa tek kabinat elektrike, thuhet mos u afro. Qëndro larg, mos prek. Ka energji elektrike, ka rrymë të lartë. Po dikush thotë, po ndu me e pa, ta hapi një herë, edhe prej të Zot mund të ndodhin diçka e padëshirueshme. Kur mësonim për të marrë patentën, instruktori i makinës, një burr zotni që sot nuk jeton më, rahmet pas, thoshte ndër të tjera që kur jeni në timon, runi gjithmonë distancën e sigurisë. Distanca e sigurisë është shumë e rëndësishme në jetë. Distanca e sigurisë në kushte normale 2 sekonda. Në mod jo normal 4 sekonda. Në mod me borë 10 sekonda. Në mënyrë që për çdo të papritur ti jesh në gjendje të frenosh. Se edhe mund të frenosh, por shkapetesh. Jemi duke ecë në makinë dhe pa prit dikush bën një fren të madh, thotë, "Oh, më fal." Khejri inshallah që ndodhi, po isha të shkruaj një mesazh. Aha. Mund të ndodhë një herë që ti frenon fort edhe i trazon të gjithë ato që ke për brenda në makinën tënde. Mirë, po mund të ndodhë që nuk ka kohë më për frena, edhe dalin ato mesazhet sensibilizuese. Kur të hypesh i timon, mendo për fëmijën tënd, për familjen tënde, për gruan tënde, për të afërmit e tu. Allah. Distanca e sigurisë me haramin. Allahu Azza wa Jall urdhon në Kur'anin familjar kur na përmend alkoolin, venen, bigjozin, fallet, të cilat i përcakton si vepra të fëllishta nga veprat e shejtanit, fajtanibuhu, distancohuni prej tyre. Nuk ka thënë janë haram. Ato janë më shumë se sa haram. Distancohuni prej tyre. Pra mos shkelin në kufijtë e Allahut Azza wa Jall. E të gjithë ata që i bajnë këto vepra, pra që i respektojnë këto urdhëresa hyjnore, në fakt kanë merituar një myshje të madhe. O beshiril mu'minin, jepi myshje besimtarëve. Edhe unë lutem me zemër që Allahu Azza wa Jall me na begatu të gjithëve, me na pranu adhurimet tona, me na bë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Në prag të faljes së Fitr Bajramit, kryetari i bashkisë edhe kandidatët për deputet na urdhnojnë në rresht të parë që të falemi bashkarisht. E nëse nuk janë, le të lutemi për shpirtin e tyre. Allahu ju nderoft.